Më godiste në kokë dhe trup, dënohet shqiptari në Greqi, dhunonte gruan në sy të fëmijëve të mitur. Selanik, një 28 vjeçar shqiptar është dënuar me 5 vite 6 muaj burg pasi dhunonte gruan në sy të fëmijëve të mitur. Sipas akt akuzës, episodet të dyshuara të dhunës ndodhen midis viteve 2023-2024, si në Selanik ashtu edhe në Korinth ku jetonte çifti. Në dëshminë e saj në gjykat, viktima 27 vjeçare përshkroi mangthin që kishte përjetuar prej vitesh nga duart e të pandehurit me të cilin kishte qenë në një lidhje që kur ishin të mitur, ai më rrihte, më godiste në kokë dhe kryesisht në trup, tha ajo, duke përshkruar sjellje të jashtëzakonshme abuzive, si fizikisht ashtu edhe mendërisht, derisa vendosi të kërkonte ndihmë dhe më pas për ta denoncuar në polici. Siç tha ajo, i pandehuri nuk e linte të punonte për të qenë e varur financiarisht prej tij, ndërsa ajo jetonte në një gjendje terrori. Mora vendimin për të kërkuar ndihmë dhe për të denoncuar, pasi fëmijët e mi nuk e meritonin të kalonin në për të gjitha këto. Shtoi ajo. Në një rast, 28 vjeçari e goditi gruan e tij me një grusht në gojë, duke rezultuar në thyerje në një dhëmbi në një kohë kur ajo sapo kishte lindur fëmijën e tyre. I pandehuri me origjinë shqiptare mohoi se kishte kërcënuar gruan e tij, ndërsa pretendoi se ishte viktime dhunës në familje në fëmijërinë e tij.